Kënga polifonike e vlerë e trashëgimisë kulturore botërore në mbrojtjen e UNESCO-s po transmetohet në Breza në Gjirokastër. Aktualisht një grup fëmijësh dhe të rinj po trashëgojnë këtë traditë të vyer, duke përçuar më tej vlerat e këngës polifonike. Ata kanë qenë pjesëmarrës në aktivitetet kulturore, duke marrë vlerësime të ardashësve dhe të apasionuarve për këngën popullore. Qendra kulturore e fëmijëve ka grupin e fëmijëve të polifonisë që trashëgohet në Breza, duke patur elemente të veçanta si më kryesorja që janë motivet gjirokastrite. Kjo realizohet në mënyrë perfekte, duke arritur dhe maksimumin për grupin e fëmijëve që të realizohet më së miri. Kemi patur aktivitete të ndryshme në qarkun e Gjirokastrës me evente të veçanta si ajo e Kadares, po ashtu e 7-8 marsit, po ashtu e 14 marsit, duke patur më kryesore në trashëgimin, po ashtu dhe kulturën dhe traditën e qytetit tonë. Kënga polifonike është jo vetëm një vlerë e traditës, por tashmë tërheqet edhe turistët e huaj, të cilët vizitojnë qytetin e Gurtë.